Mediterani tani në Kosovë, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit atje EULEX dërgoi sot njësitë e posaçme të policisë në veriun e banuar me shumicë serbe për të shmangur shtimin e tensioneve rreth emërimit komandantëve të stacioneve të policisë në atë zonë. Përfaqësuesit lokal serb, të cilët kanë refuzuar vendimet e autoriteteve të Prishtinës për ndryshimet në strukturën komanduese të policisë në veri, thanë se do t'i emërojnë vetë komandantët e stacioneve policore. Nga Prishtinë njofton korespondenti Besim Abazi. Misioni i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësinë ka dërguar sot në veri njësitë e posaçme të policisë për të shmangur tensionet rreth emërimeve të drejtuesve të stacioneve policore në atë pjesë të vendit. Dërgimi i forcave të posaçme pasoi vendimin e strukturave lokale serbe që nuk njihen nga Prishtina për të refuzuar vendimet e policisë së Kosovës për ndërrimin e komandantëve të stacioneve të policisë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Përfaqësues të këtyre strukturave thanë se pushteti i Prishtinës nuk do të mund të emërojë dhe ndërrojë komandantët e stacioneve të policisë, meqë sipas tyre udhëheqësit e policisë në Prishtinë kishin marrë vendime të njëanshme pa marrëveshje me strukturat e pushtetit vendor. Ndërrimi i komandantëve të policisë që për Prishtinën janë vendime në funksion të forcimit të sundimit të ligjit për një pjesë të përfaqësuesve politikë serbësh përpjekje e Prishtinës që nëpërmjet trysnive të forcojë pozitën e saj në bisedimet aktuale me Beogradin. Këshilltarët e kuvendeve të komunave me shumicë serbe në veri kanë vendosur të emërojnë vetë komandantët e stacioneve të policisë. Zyrtarët e EULEX-it thanë se çështja e komandantëve është ende duke u diskutuar, ndërsa njësitë e posaçme të policisë janë vendosur në veri si një masë parandaluese. Ata thanë se EULEX-i vazhdon të shpresojë që kjo çështje të zgjidhet me marrëveshje nga të gjitha palët. Dërgimi i njësive të posaçme ka nxitur reagimin e përfaqësuesve lokal serb në veriun e Mitrovicës, të cilët thanë se do të shkëpusin kontaktet me EULEX-in duke akuzuar atë për qëndrim në favor të shqiptarëve. Edhe më shumë se 3 vjet pas pavarësisë së Kosovës, veri i vendit ka mbetur jashtë rendit kushtetues të saj për shkak të refuzimit të qytetarëve serb për të integruar në jetën politike në shtetin e ri. Autoritetet ndërkombëtare thonë se kjo çështje do të jetë temë bisedimeve që po zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por veri është dhe do të mbetet pjesë e Kosovës, duke hedhur poshtë çdo mundësi të ndarjes së tërësisë toksore të shtetit të Kosovës. Çështja e veriut pritet të debatohet në takimin e radhës së grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën që do të mbledhet nesër në Prishtinë. Në takimin që do mbahet në nivel të drejtorëve politik për Ballkanin, krahas shqyrtimit të përparimit të Kosovës në zbatimin e planit të kryenegociatorit Marti Ahtisaari, pritet që temë e rëndësishme të jetë diskutimi për pjesën veriore të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.